Skeptik për gatishmërinë e presidentit rus Vladimir Putin për të diskutuar për paqen në Ukrainë, u treguan ministrat e jashtëm dhe ata të mbrojtjes së Bashkimit Evropian që u mblodhen të martën në Bruksel për të folur për një sër çështjesh, mes të cilave edhe mbështetjen për Kievin. Për diplomatja europiane Kaja Kallas bëri thirrje SBA-s që të ndërmerrte masa të fuqishme ndaj Rusisë nëse Moska nuk dakordsohej për anëpushim. Është e rëndësishme, ashtu si të gjithë vendet anëtare të bllokut, kemi thënë se duhet ketë një anëpushim të plotë dhe pa kushte. Ukraina ka rënë dakord për këtë më shumë se 60 ditë më parë. Edhe ne kemi rënë dakord se nëse Rusia nuk dakordsohet, çka e pamdje, do të ushtrojë më shumë presion. Amerika tha se nëse Rusia nuk dakordsohet për një anëpushim pa kushte, do të ketë pasoja. Pra duam të shohim këto pasoja nga pala amerikane. Ministri gjerman i mbrojtjes Boris Pistorius akuzoi presidentin rus se nuk ishte interesuar për paqen në Ukrainë. Vladimir Putin po luan për të fituar kohë. Kjo është e qartë. Edhe nëse Rusia është e gatshme të diskutojë për një memorandum, nuk ka anëpushim në horizont. Gjithsesi, ky është vlerësimi im. Fatkeqësisht, dikush duhet të thotë se Putin ende nuk duket i interesuar për paqe, për anëpushim, të paktën jo në kushtet që janë të pranueshme nga të tjerët. Rusia dhe Ukraina pritet të nisë negociatat për një anëpushim dhe dhënien fund luftës pasi presidenti amerikan Donald Trump zhvilloi të hënën një bisedë të gjatë telefonike me homologun e tij rus Putin. Ky fundit tha se ishte i gatshëm për të punuar me Ukrainën për një memorandum për një marrëveshje të mundshme paqeje, por ndërkohë shpreh se procesi do të zgjaste.